pasha kohën, atëherë kapitali më i rëndësishëm i njeriut në këtë jetë është koha. Nuk është as pasuria të cilën e gëzon, apo edhe familje. Para gjithash është koha e përmes kësaj ai e ndërton veten e përmes ndërtimit që e bën me veprat e mira e pastaj fillon edhe e fiton botën e amshuar. Koha është shumë me rëndësi të madhe. Gjithë jeta dhe ajo që e stolis jetën, që janë rregullat fetare, qofshin ato adhurimet, qofshin ato veprat të përditshme çfarë i kryjmë neve në ditë, gjitha janë në kuadër të kohës. E tham, pasha kohën, e pastaj Zoti thot pasha mëngjesin, e pastaj kemi ajete tjera që na tregon pjesët e kohës gjithmonë në dy drejtime. Shife thot madhështinë e Zotit, shife mrekullin çfarë ka krijuar Zoti, e pastaj shife edhe ti çfarë mesazhe marrësh prej kësaj krijeseje. Koha është ajo që neve na ngrit, nëse neve e mirë menaxhojmë atë. E neve nëse nuk jemi për atyre që e mirë menaxhojmë, atëherë koha na kalon e pastaj neve dalim prej saj duar bosh.